Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 26 vjeçe nga Shijaku dhe prej disa vitesh jam mësuar që çdo klient është një histori më vete. Disa vinë me kërkesa të zakonshme, disa me fantazi që kërkojnë më shumë qetësi mendore se sa përgatitje fizike. Ai ishte nga ata që më bëri të ndalem dhe të mendoj përpara se të pranoja. Më shkroi në mënyrë shumë të qartë, nuk donte kontakt fizik me të, nuk donte që unë ta prekja. Kërkesa e tij e vetme ishte e thjeshtë, por e pazakontë. Donte vetëm të shihte, ndërsa unë përqendrohesha tek vetja ime. Në fillim mendova se ndoshta po e thoshte kështu dhe në moment do ndryshonte mendim, siç ndodh zakonisht. Por jo, ai ishte i prerë. E përsëriti disa herë që kjo ishte vetmja gjë që ai kërkonte. Diskutuan pagesën, kohën, vendin, çdo gjë e saktë, pa lëkundje. Kur shkova në hotel, ndihesha më shumë kurioze se sa nervoze. Nuk ishte frikë, por një lloj pyetje e brendshme. Si do të jetë ky takim kur rolet janë kaq të ndara? Ai më priti me respekt, madje ishte pak i tërhequr. Nuk u afrua më shumë se sa duhej. Qëndroi në distancë. Para se të fillonim, ma sqaroi edhe një herë. Dua vetëm të shoh. Zëri i tij nuk ishte agresiv. Ishte më shumë një lloj nevoje për kontroll përmes shikimit, jo përmes prekjes. Fillimi ishte pak i sikletshëm, dhoma ishte e qetë pa zhurmë. Ai u ul përballë, unë duke u përpjekur të mos mendoj shumë për faktin që ai po më vëzhgonte. Në ato minutat e para, vetdia për çdo lëvizje ishte shumë e fortë, por gradualisht kuptova diçka. Situata ishte më e kontrolluar se sa unë mendoja. Nuk ishte presion nga ana e tij. Nuk ishte kërkesa shtesë, nuk kishte përpjekje për të thyer marrëveshjen. Ai thjesht qëndronte dhe shikonte i përqendruar. Në një mënyrë të çuditshme ndjeva që unë kisha gjithë kontrollin e hapësirës. Ai ishte thjesht spektator. Unë isha ajo që vendoste ritmin. Dhe kur e kupton që ke kontroll, edhe tensioni bie. Nuk ishte një takim i zhurmshëm. Ishte i qetë, pothuajse meditativ në mënyrën e vet. Më shumë kishte psikologji se sa trup. Më shumë ishte lojë mendore se sa diçka tjetër. Kur koha mbaroi, ai u ngrit, falenderoi me tonë të qetë dhe la pagesën mbi tavolim pa asnjë debat. Nuk pati tentativë për të zgjatur kohën as për të ndryshuar marrëveshjen. Vetëm një faleminderit i sinqert. Rrugës për në shtëpi mendova shumë gjatë. Shpesh njerëzit mendojnë se gjithçka rrotullohet rreth prekjes, por ka nga ata për të cilët shikimi është forma kryesore e dëshirës. Për disa, distanca krijon më shumë intensitet se sa afërsia. Jam 26 vjeçe dhe kjo punë më ka mësuar që çdo takim kërkon jo vetëm trup, por një mendje të kthjellët. Duhet të vendosësh kufi, të lexosh energjinë e tjetrit, të ruash sigurinë dhe kontrollin. Ai takim nuk ishte dramatik, nuk ishte i zhurmshëm, ishte ndryshe. Dhe ndoshta pikërisht sepse ishte ndryshe, më bëri të kuptoj se sa e larmishme është psikologjia e dëshirës njerëzore dhe sa e rëndësishme është të dish ku qëndron ti brenda kësaj dinamike.